Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV. Ditën e sotme do të ndalojmë prapë tek ato të dy, tek ato më të komentuarit, tek ato më të përfolurit në median rozë. Të gjithë duan të dinë për marrëdhënien, të gjithë bëjnë analiza, të gjithë japin mendime, por Gjesti dhe Egli po ndihmon shumë publikun në për lëvizje që ato po bëjnë dhe këto lëvizje tregojnë që çifti është bashkë. Unë tani do të shfaq një video, të lutem më ndihmo me videon. Do të tregoj një video tani, e shikoni këtë video, do me thënë është një diçka që ka ndodhur ditën e djeshme. Gjesti ka postuar këtë videon me qenin në shpinë nga korridori i shtëpisë të tij në fshatin Pavlan dhe ka bërë të njëjtën lëvizje siç e ka bërë Egli gjatë ditës kur Egli bëheshte gati për të ikur në intervistën e fundit që e ka dhënë për karrierën, për jetën e saj. Mënyra se si Gjesti po kafshon me dorë dhe Egli po kafshon me dorë, po e tregon që çifti nëpërmjet këtyre lëvizjeve është bashkë. Nëse ne do të hulumtojmë dhe studiojmë detajet e vogla, do të kuptojmë gjën e madhe. Prej disa muajsh, showbizi shqiptar është përfshirë nga një kuriozitet i pazakontë edhe shumë i gjallë rreth dy emrave që nuk kanë nevojë për shumë prezantim. Gjesti, artisti energjik dhe i papërmbajtshëm që ka ndezur skenën me stilin e tij unik dhe karizmën e rrallë, dhe Egli Tako, këngëtarja me zërin e thellë dhe emocionin e brisht që përcjell në çdo balat, të dy kanë ndërtuar karriera të qëndrueshme në skenën shqiptare, por ajo që ka tërhequr më shumë vëmendje së fundmi nuk janë projektet muzikore, por sinjale që sipas publikut flasin për lidhjen mes tyre. Një lidhje që nuk është konfirmuar zyrtarisht, por që për fansat tashmë është më shumë se e dukshme. Do me thënë, nga lëvizjet mund të kuptojmë marrëdhënien, gjithmonë e kam thënë unë këtë gjën. Egli në emision në intervistën e fundit tha që unë kam përzgjedhur dëshirën e Gjestit që marrëdhënien tonë private ta mbajmë private. Tani po që se çifti të ishte i ndarë dhe të mos kishte komunikim, jam shumë i bindur që Gjesti nuk do të kishte luksin që të bënte lëvizjet e njëjta siç ka bërë për shembull ishi i tij. Sepse menjëherë kjo fillon me goditje, fillon me demantime në rrjetet sociale, vetëm e vetëm ku Egli nuk do ta toleronte Gjestin që të luan me format e saj, të luan me mënyrën e saj apo të përfiton famën nga Egli. Por, nga që çifti është në marrëdhënie shumë të mirë dhe është në ditët e tyre më të bukura, nuk e kanë fare problem të bëjnë këto lëvizje, sepse vetë komunikimi i tyre krijon një lloj skenari se çfarë video do të sjellin dhe në çfarë forme do të vinë këto video. Ky kombinim që ju po shikoni bëri bujën e madhe në rrjetet sociale, duke e konfirmuar edhe një herë që komunikimi mes këtij çifti është në ditët më të bukura të tyre. Dita e djeshme ishte një tjetër epizod në këtë telenovel virtuale që po zhvillohet në rrjetet sociale. Gjesti publikoi një video nga shtëpia e tij në fshatin Pavlan, një ambient i qetë, i largët nga zhurma e qytetit, por që në atë moment u kthye në skenën e një shfaqje të vërtet për ndjekësit e tij. I veshur me të kuqe, me një kombinim të guximshëm por të jetë artistik dhe duke rezatuar një energji pozitive shpërthyese, Gjesti lëvizte me një stil që vetëm ai mund ta sjellë në atë mënyrë. Por ajo që ra në sy nuk ishte thjesht stili apo ngjyra e veshjes, por mënyra si ai sillej përpara kamerës. Lëvizje trupore, ecja në korridor, ndalesa të qëllimshme, përkulja drejt kamerës, të gjitha këto në dukje spontane për adhuruesit e dyshes janë gjithçka tjetër përveç se rastësore. Do me thënë, nuk është rastësore kjo gjëja, është e mirë menduar, është e biseduar, është e analizuar dhe nëpërmjet këtyre lëvizjeve të vogla, Gjesti dhe Egli i konfirmojnë edhe një herë publikut shqiptar që ato të dy janë së bashku. Këto lëvizje për habin e shumë kujt ishin thuajse identike me një video të publikuar pak ditë më parë nga Egli Tako. Në atë video këngëtarja shihej teksa po përgatitej për një intervistë televizive, moment për të cilin çdo artist kujdeset në detaje. Ndërsa grimoheshte, ajo publikoi disa momente ku gjeste të ngjajshme, një përkulje e lehtë, një kthimi nga
Apo dhe një lëvizje e dorës drejt kamerës i dhan videos të saj një atmosferë intime dhe delikate, por gjithashtu për fansat më të vëmendshëm këto u kthye në kodin e fshehtë që lidhi menjëherë me videon e gjestit. Një numër i madh i ndjekësve komentuan me entuziazëm dhe lumturi duke shkruar: po tani më s'ka dyshim, shikoni si përputhen videot, edhe ngjyrat janë të kombinuara, janë bashk pa qenë bashk. Dashuria nuk flet, por duket në çdo hap. E gjithë kjo ka nxitur një valë të re diskutimesh, a janë gjesti dhe Egli në lidhje dashurie, a është kjo një strategji e qëllimshme për të mbajtur publikun të etur për më shumë, apo thjesht dy artistë që ndoshta janë në fazë të bukur të njohjes dhe duan ta mbajnë këtë njohje për vete. Ajo që është e sigurt është se ky lloj shikimesh apo kjo lloj ngacmimesh, kjo mënyrë të folurit pa fjalë përmes rrjeteve sociale është kthyer në një formë shumë moderne të komunikimit publik, duke mos dhënë asgjë të drejtë për drejtë, por duke dhuruar shumë nga vetja nëpërmjet videos, stilit, atmosferës dhe mënyrës se si ndërveprojnë me ndjekësit Gjesti dhe Egli, por ndërtojnë një narrativ që fansat po jetojnë me çdo detaj. Ndryshe nga çiftet që dalin menjëherë me foto të përbashkëta apo deklarata bombastike në rrjet, kjo dyshe ka zgjedhur një qasje më të rafinuar, një marketing emocional që jo vetëm e mban audiencën kyçur, por krijon edhe një ndjenjë më të thellë lidhje mes tyre dhe publikut. Gjithçka duke e menduar me shumë kujdes. Nga gjyrat e zgjedhura tek momentet e postimeve, nga tekstet e përshkrimeve deri tek emojit që qëndrojnë në të njëjtën ditë, ndonjëherë edhe në të njëjtën orë. Për më tepër, fansat e vërtet të muzikës së tyre besojnë se edhe tekstet e këngëve të fundit përmbajnë fragmente që flasin për këtë lidhje të mundshme. Egli është rikthyer me balada të fuqishme ku zëri i saj shpërthen ndjeshmëri dhe sinqeritet, ndërsa Gjesti, pavarësisht energjisë së tij të lartë, nuk i ka kursyer momentet ku përmes lirikave ka shprehur diçka më intime edhe më të ndjerë. Publiku pret si gjithmonë një fotografi të vetme që do t'jepte fund hamendësimeve, por ndoshta ky është edhe qëllimi i tyre, të mos e japin atë foto, sepse ndonjëherë mungesa e një prove të drejtpërdrejtë është ajo që mban gjallë më shumë kurreshtjen, dhe në një botë ku gjithçka publikohet menjëherë, të dishtëruash një mister është ndoshta arma më e fortë e një çifti. Derisa të vijë ai moment, nëse do të vijë ndonjëherë, publiku do të vazhdojë të lexojë mes rreshtave dhe të krahasojë videot, të gjejë rastësitë dhe të besojë se dashuria mes Gjestit dhe Egli Takos është aty, diku, në heshtje, duke folur në gjuhën e trupit dhe ndjeshmërisë artistike, dhe ndoshta kjo është më romantike se çdo fotografi. Në fakt kjo është më romantike sepse nëse ne do të ulemi në njeriu kur bën disa vite dhe ulet në retrospektivën jetësore, thot që dashuria më e bukur me bashkëshorten time ka qenë momenti intim kur ne kalonim të dy së bashku, privatësinë, kur ne fshiheshim në përqoshe, kur ne hiqnim telefonin, mos ne lexojmë mesazhet, dhe kjo është momenti më i bukur, se në momentin që do del fotografia aty ka mbaruar gjithçka, do e shohim foton, ciao, dhe nuk do ketë më interes. Dhe Gjesti këtë gjë e ka studiuar dhe hulumtuar dhe kështu që e bën më së miri. Ne do takohemi sërish së bashku, ju vazhdoni të na ndiqni me subscribe dhe në komente jepni mendimin tuaj për këtë që unë sapo komentova.